Sepse duke e njohur nga afër, respektoja pafund ndryshimin kolosal që bëri ai në të mësuarin në shkollë në matematikë diturit. Gjinushi kur erdhi nga Franca, futi të mësuarin me sistemin e tabelave e figurave jo përmendesh. Profesor, të kanë harruar, por Xhevdet Zekaj çfarë detyrë mbaje? Unë isha metodisti gjuhëve tuaja dhe ciklit ullët para në Vlorë. Në Vlorë. Në drejtorinë arsimore? Drejtoria arsimore. Nuk të ka harruar ky inspektori 26 vjeçar i vitit 92 për atë që ti ke bërë si ministër arsimi nga viti 87, Jo, profesori e ka filluar atë në 84 dhe ka mbyllur nga 87 ka mbyll gjithë cikli. Do të thënë ministër i arsimit profesor Gjinushi që 84. Edhe Islami pastaj, po Islami. Jo, ministër arsimi themo. Po, ministër arsimi. Se kur ishe në Veruxa Gjallë është bërë ministër. Jo, po, sa erdhi nga Franca u bë ministër dhe jo ministër, jo 87 ministër. Po 87-ën. Po jo 84 që vdekën në kishin filluar. Jo, po shkolla filloi ndryshimet. Mirë, po flas për Skënder Gjinushi. Profesor, nuk të harron ky inspektor i vogël 26 vjeçar për gjithë ato që ke bërë si ministër arsimi. Pastaj ato të politikës, pastaj Xhoda. Edhe ato. Dhe pra ishim të gjithë me shpresë të madhe. Vajta disa herë ke deti për t'i kur dhe unë me anijet. Po nuk e bëja. Vajta disa herë. Kisha frikë ose më këse që kisha një ankth të brendshëm që mund të lëvë. Si ka mundsi? Ikrin gjithë dhe ti nuk ikri? Jo, po goca, këto kështu. Madje nuk ika as në vitin 1993 që ika në Angli, herë parë doleja shtetit. Me një shoqat për fëmijët me nevojat veçanta. Këtu do dalë prapë ke shpreha si Shqipëria dhe si ka qenë. Nuk e harroj pyetjen tuaj. Dhe atje netëm një muaj, gjithë Vlora besonte që unë do rria, ndej nga tipi jashtërreshi që isha, do rria në Angli, e tjera, unë kisha një vajzë që doja edhe gruan, e familjen time që doja më shumë se gjithë shka, dhe një... Sa vjeç ishe vajza në atë moment? Atë vajza ishte 2 vjeçe, dhe po kjo e vërtet është që në Angli u bëra budalla, nuk kuptova që ishte bota, që ishte ndryshimi, ishin 30 ditë më ramëndse. Na quan në teatr, na quan në opera, na quan në një qendër të trajtimit të fëmijëve me nevojat veçanta, që thoshte o zot 100 herë më mirë këtu i çmendur budalla, handikapat, metmeta, me nevojat veçanta se sa të kthehesh në Shqipëri. Kur eri puna ditën e fundit u ktheva në Shqipëri. Edhe se lihet do të gocë. U ktheva sepse kisha shpresë se Shqipëria do bëhet. Sot mbas 33 vitesh nga 92 që vajte. Pa. U bë? Për mua jo. Shqipëria është bërë, po se është bërë nga individët, është bërë nga individët, është zgjidhur nga problemi ekonomik financiar secili, po me një mani për të patur sa më shumë prona apo pallate, edhe kur janë bosh tani shpira në fshat, u bë më keq edhe me pronat se u vodhën. Enveri i mori, i mbajti, i ruajti. Këta i vodhën 9.500 njerëz. 7.500 njerëz. Është krimi më i madh që është bërë këtij vendi, që ne jemi këtu ku jemi sot. Ti ke prona? Që duaj kam në Kuç, poshtë Pilurit. Është bëhet një fshat turistik shumë i mirë, po e kanë dhënë me 100 vjet. Nga këtë projekti i 100 fshatra? Jo, çfarë 100 fshatra në këtë projektin Rëmbe, kushte Rëmbe, ka marrë një nga Tropoja, nga tani. Dhe Shqipëria në 35 vjet ti thoj nuk është bërë. Jo, është bërë. Po bëhet një vend në 35 vjet? Hapa të rëndësishëm të shkëlqyer. Në aspektin e administratës shtetërore, në aspektin e administratës civile, në aspektin e ndryshimeve pozitive edhe financiar edhe tjetuar. Por ti ke ndryshuar vetë? Unë kam ndryshuar totalisht. Jo, është bërë, po jo si që donim, si që ndërronim, si që duhet t'jemi. Po ta i ka bërë me 1000 vjetë o Xhoda tani, ne do bëjmë për 35 vjetë. Këtë u a the mund të gjithve, po ne, pse atër e bie që Enver Hoxha pas ka qenë fistik me ato që bëri, që ka bërë për elektrifikimi, rrugët, shkollat, sistemi shëndetësor, tjera, ka qenë shumë i mirë. I bëjnë ca gjëra diktaturat, i bëjnë ca luft klasa. Po diktaturë për ashtë tani, s'flet dot. I guxot flasësh për rektorin. Ja, unë jam pedagog. Nuk guxoj të flasë. Ku je pedagog? Në Elbasan. Po pse s'flet për rektorin? Po s'guxon? Nuk guxon dot. Ti nuk guxona? Unë kam guxuar. Ja, unë guxova. Po pra, ku pyet ti? Guxova sepse rektori thyen ligjin vjen në fushat me kandidatën për rektore. Edhe unë i thash, pse ke ardhur se nuk është keni ligj. Dhe ç'a ndodhi? Ç'a ndodhi në 19 janar, pam loj më ruar fare, më zorën pension kur unë jam profesor doktor, duhet të punoja 3 vjet. Nuk më flisin dekania, nuk më flisin kolegët, sepse bëra një pyetje fare të lirë, që e kam shkruajtur dhe pardje, që unë jam i lirë, mbi lirin time nuk vaz gjë. Po them ka gjë. Edhe sot nuk flet dot Roland.
nuk flet dot. Se tani është diktaturë, thua ti? Ke fjala diktaturë, tani është diktaturë. Shiko, diktaturë varet se kupton njeriu. Të lirë jemi, të lirë s'jemi. Të varur jemi, të pavarur s'jemi. Janë të gjitha, liria e pafundit është Facebooku, është pifja, është bungesa e vlerave që marrin pushtet, është mafia që vendos ligje, si do qefi asaj apo po mirë, si mund të jetë një vend antar i NATO-s dhe kandidat kështu jemi kështu shumë afër, jemi në finish, do të thonë dhe të jemi një vend me këto cilësi që ti. Jo, unë evidentova këto jo si të meta, këto janë pjesë të ndryshimeve të zhvillimit. Të zhvillimit, të gjitha kështu do vinë të mira dhe të këqijat bashkë, po ne meritojmë atë, sa hapa tani unë vetëm të jem, unë thash që kështu me ndoshta edhe pak me duf nga ajo që kisha për të thënë, po e vërtetë është ndryshimet tu janë kolosale, nuk bet fjala. Nuk bet fjalë që janë kolosale, mjafton të shikosh rrugët, kohët e fundit, turizmin, mjafton të shikosh sistemin e shkollave, pavarësisht po zbrazin. Ku jemi mësuar ne me 11 milion turistë më në vit. Po, nuk jemi mësuar, por te pallati im han suflaqe në shtëpi ose byrek. Po me çat do vi fëmijë niprat e Rockefeller këtu? Jo, absolutisht jo. Ore me çat. Ne na dukesh UFO një fjala turist. Jo, në vitet 80, fjala turist, a marrën kush në një grup turistësh në sheshin Skënderbej. Edhe gjithë Tirana shikonte ti do 1000 banor Tiranës shikonin 30 turistë që kalonin aty. Po ta them ndryshe, jam lut profesor Mizafer Xhaxhiut, miku të familje. Unë jam miku e atyre. Që kur shoqëroi Michel Piccolin, aktorin e madh francez që çojnë andej, të malinte ta takoja 2 minuta vetëm ti prekja dorën. Më thashë ndaluar. Ti hajde shikoja kur ti jam, po nuk takosh ka ligje shteti shqiptar. Ky ishte turist. Dhe ai foli shumë mirë për Shqipërinë. Pikolia, natyrisht Xhaxhiu është një figurë pastaj shumë dimensionale. Po pra, do të thënë që ne nuk kemi mësuar tani han suflla, po sufllaqe më. Po pas 5 vjetësh kështu do i kemi. Po mirë, po turistët. Roland, tash nuk po diskutoj për zhvillimin tani, paga është rritur. Niveli jetesës familje është ndërritur. Psikologjia po ndryshon pak edhe tani, nuk jemi si para 6 vjetësh që të shkoja në tavolinë ti me PD, unë me PS, vllai flisim me njëri tjetrin e vriteshim. Është rritur në përgjithësi sistemi i edukimit, pavarësisht se ka kaluar mas tjetër, me problematika që ka zhvillimi edhe ndikimi Facebooku, ndikimi internetit, ndikimi rrjeteve sociale. Ti i majt? Unë jam i majt deri në vitin 1947 dhe i majt për dëshmorët e mi. Dhe i majt se djatha këtu është e majt me majtë se majta. Na nga të rove fare tani, se në 11 zgjedhje, 7 herë kanë fitu të majtët. Unë për të majtën votoj. Ti për të majtën? E pra, ti i majtë. Sa tjetë aji burri atje, s'ka për të aprovuar votën tim. Aji burri atje e ke fjallë për Sali Berisha? Natyrisht për këtë tjetër. Po pse? Qa keme Sali Berisha? Të thash fare, Marksi në qëse do kishtë qenë gjallë në momentin që bëri atë 7500 do kishtë vrarë vetën Marksi. Si mundi shkojnë mundja njeriu ta marri pronën që është kapitali themelor për më ka e 2 herë nga puna pas një të drejtë. Sali Berisha? Sistemi ti që ngriti. Dhe të mërshmja është që më ka shkatruar biznesin për 4 milion eurosh. Sistemi Berisha si pëdës. Çfarë biznes ishte? Unë kisha një lëndë parë mobilerie dhe ata vu një taks. Kush i bie nga Italia, që ishin vend i Europës, $100, $200 për metër kub më shtrenjtë, sepse doli një biznesmen i djathtë, nuk po ja përmendem se ka vdekur ai politikani, çuni tezës i politikani, nuk ja përmendem, po në post shumë të lartë, nga ministër deri president. Dhe kush i bie nga Turqia $200 më lirë për metër kub, i binte që në avion taksa për ne që vinim nga Italia ishte 230.000 euro. 180-230.000 euro, që do fitonim? Dhe falimentohet? Natyrisht falimentohem, se në ngeli vapori, so shit, so bëhu, mbyll biznesi, mbyll gjitha. Me një taks, dhe shkova ke drejtori doganave gjithashore, zotri, 900.000 euro i që taksen, ose i që edhe ne, jo tha. Ti silli si ai si të duash. Ti do duhe korupcion me këtë? Jo korupcion. Doja të aprovoja deri ku i ishte kapur aq fort falimentimi një biznesi prej 15 vitesh. 7 fitore të të majtëve dhe 4 humbje të djathëve. Dhe 4 fitore të djathëve. Çfarë do më thënë ka? Që ky është populli majt? Atë ju thash, jo. Ne populli majt mund të jemi, dhe së shturp të jesh majt. Shumë mirë. Jemi populli majt, se një pjesë e madhe jemi gjithë me luftën që kemi Brezion, sidomos, që kemi dëshmorët, kemi herojnë, kemi urritëm me atë frym, me lirin, fituam lirin. Ata dolën si patriot? Jemi populli majt, sepse edhe në këto... Ata nuk dolën si komunistën malo? Po, si patriot idealist. Po, prandaj thash deri në 1947. Pastaj, kur filluan ato, brënda... Se Vlonjati juaj e ka thënë, Kadria Zbiu, dolan mal, tha si patriot, tha zbrita si komunist. Po. Lapidara jo? Po, shumë e madhe. Tani,
Po të them një gjë, pse them? Pse 7 herë? Nëse do marrim to 7 herë të socialistëve, gjithmonë kanë bërë shtet. PD-ja nuk ka bërë shtet. Ka bërë rumpall. PD-ja ka bërë rumpall që nga... Një po, 2005-2007 e gjysmë, mua më rezultojnë që janë vitet më të suksesshme në këto 35 vite të qeverisjes. Në shtet... 2005-2007 e gjysmë? Suati, unë po të them që reforma që ka bërë Zoti Rama, po edhe Nanua, në aspektin financiar, sidomos është pa arritshme, pa menduar. Ndryshimet që kanë bërë ata në kodin, gjithmonë shpesher me drithijet e veta, apo shpesher për interesat veta, apo të grupeve që i mbështesin dhe i përkrajnë. Por ata kanë bërë shtet, Berisha thoshte mos paguni taksa. Ne paguanim drita, unë kam paguar 97 drita, 96 drita, 98 drita, a i thoshte mos paguaj drita dhe paguaja unë për shifër super e sakë se kam qenë këshill ministrave. Sa ishte? 8%, Vlora, pjesërisht, Tropoja, 1999. Do dhe në 1999, 8% e popullsisë Tropoj, Shkodër, Vlora paguante? Vlora 12, 8 Tropoja, 8 ato Veriu Andet, gjitha të dritave. Të dritave. Ka i paguan 99? Pësa u dorëzua për shteti. Dhe kjo ka qenë paguan të Tirana dhe në rrethe, paguanin zyrtarve, që shpesh e rëthosh, pos paguat ato, su jap rogën e tjera. Por pagesa elektrike... Jo, Rama këtë kamerit, këtu kamerit. Kamerit të jërë zaposhe, se të gjithë jemi për shteti. Sigurisht. Të gjithë jemi për shteti. Mos pagosh drita për qafuar. Kemi paguar në. Kemi paguar në drita. E pra, shteti fiskale, apo reformat fiskale, me thash dritjet, apo jo të shkëlqyra, prap, janë pjesë... Do dhe një avlerëson Ramës të, do dhe këtë të vendosjes së disa regullave të shtetit, të taksave, të pagesave, tjetër një gjithë tjetër Ramës... Tani, a ka të gjitha, mund të ketë problem. Po janë të arsoj Shqipërinë... Vizionin dhe Rama është një... Rama vizionin. Shiko, ja kam thënë njerë një miku tim që kandidoj me Raman. S'poja përmend emrin se kam shumë mik. Nuk mund të fitoj... Besik Mustafaj. Që ka? Nuk mund të fitoj e ti për balë Ramës, për arsye tjetër. Ti e... Besniku është mbret. Në vitin 2000, për gjithë ata që nuk e din, Besik Mustafaj ka qenë në garë me Edi Ramën për kryetar bashkie të Tiranës. Dhe humbi, fitoi Edi Ramën. Po është një super intelektual, shkrimtar dhe miku im, jemi të shkollës, kemi qenë bashkë. Miki Moço më thotë. Dhe është pa diskutim një nga personalitetet më të larta. Ke një kundërshtar të fortë. Besnik, unë e ti jemi rritë në fshatër, kështu se dhe Tropoja fshatër është krahasimisht me atë timen. I thash, a ishte rritur me piano në shtëpi, me panel, me bibliotek, librash, dhe me sportin që e bëri lojën në grup dhe motivin për të fituar gjithçka. Edi Rama është nivel tjetër, edhe në Francë. So mund të shkoj. I the Besikut? Po i the para ti apo pas? Para duke qenë. Para. Çfarë tha Besikut? Po Besikut ja dhash votën, s'u vet fjalë. Ti votove Besik Mustafajin në vitin 2000? Shok shkolle më të rritur bashkë, 8 vjet, si, po s'besh fjalë. Dhe ai humbi. Po, humbi natyrisht. Po ti parashikove, ti do mbasësh. E para, dyta makineria socialiste, jo patronazhiste, edhe patronazhistë shumë mirë janë, ja thash dhe këtë, ata janë një strukturë ngritur, se janë veteranët akoma. Ishin gjallë ata që fillojnë. Ata fillojnë 400.000 plus. Po. 400.000 plus, ata fillojnë 400.000 plus. S'ka nevojë fare, unë s'ka nevojë të më japësh lek, të më japësh pos pune për mos votuar Saliun. Unë. Si edhe njërë këtë? Unë nuk kam nevojë të më japësh asnjë post, asnjë gjë. Për të votuar kundër Saliut? Jo, për të më thuash, ore voton ne, për sa kohë është Saliu. Nuk e votoj Saliu. Kështu që PS-ja ka, po si unë kam e 10-300 që duan... Jo, që ti i rrithuj, ti s'ke luftuar, edhe Aulon Kalaja e kuptoj këtë gjë. Tash më pak se me kështu dritje, po kuptoj tani që ata të vjedhë. Po shumë i mirë që do të jetë parlament, po ja që s'është. Po ja që s'është. Jo, më kisha dhe keta ka cilin këtu, pse ajo s'du t'ishte në parlament? Pa tjetër. Pra, të dhelemi ke pyetja juaj. I majtit majtve, ekstremist i majt. Ekstremist i majt është Saliu. Këta tjerë janë demokrat. Kush është demokrat më manë? Qëko të tërgoj dhe një gjë, se se kam tërguar nësë një studio, po ta tërgoj ty. Në 2007 në kishte një problem madh. Qeveria me Federatën Shqiptare të Futbollit. Po, ai sheri madh, për plasje madhe. Më bje telefoni. Sa më kishte heq Berisha nga Këshilli i Ministrave. Sa më kishte hequr. Dhe më kisha atë vitin, nuk i hoda në gjyq, i ka se filla punë në universitet. Bjen celular, më thot, Sali Berisha jam. Që thua? Po e tashun. Kryeminist? Po.
Zoti Zeka tha, unë e di që të kam hequr nga puna, por dua një material nga ty, si që ndron problemi midis Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Ministrisë së Sportit dhe Kulturës dhe kësaj të zotit Bujar Leskaj. Do ma bëj, unë i thash, nuk ta bëj. Bëj ata që ke aftë aty, se më kërkon mua ti më që nga puna, i thash, kur unë jam juridik. Të kërkoj ty ai, do të thonë në konfliktin e Bujar Leskajt ministrit me Federatën? Për kokë të gocës vetme. Jo, të besoj patjetër. Wow. E bëra unë, është ajo që ka patë që ishte një Meçani që ishte zëdhën se shtypi. Juela, kolegë. Edhe Juela, i thash unë. Ja dërgoj Juela. Po e bëra apo se bëra? Po prit pra, edhe e mbylla unë telefonin, mori prapë, zoti Zeka tha, jam kryeministri i Shqipërisë, tha, kërkoj material. I thash unë, të falenderoj. Dëgjoj me kujdes. Shere parë që një kryeministër më vlerëson se kush jam dhe që të ditë sa gjëra mirë. Do ta bëj, thash. E bëra dhe ai ka dalë në televizion. 60% ka thënë ato që i thash unë. Shpesh edhe kundër Bujarit, që unë Bujarin e kam vlla, Leskajn, e kam mik, e kam shok. Shpesh edhe kundër Bujarit. Që ajo u quaj si ndërhyrje e qeverisë në Federatën. Mirë, ashtu ishte ajo, po pak a shumë unë ja dhash të qartë, të gjitha mbajta një qëndrim kohë. Kush kishte të drejtë? Armando Duka apo Bujar Leskaj si ministër? Shiko, në ato momente ishte e përzier. Mund të ishin 55 me 45 në favor të Armandos. Po edhe shteti kishte. Po utëroj qeveria? Utëroj, naturisht utëroj, sepse... Po utëroj falë materialit që ti dërgove? Jo. Falë utëroj, falë vizionit që ka Duka. Falë qëndrueshmërisë që ka Armando Duka. Falë kontributeve që kishte. Ti edukist? Atëherë isha kundërshtar. Ishe kundërshtar atëherë? Na çoi në Francë më zotrim, mundi Serbinë, vetëm një fitori shqiptarëve me Serbinë është gjyqi i Armando Dukës. Jenë vetëm na çoi në Francë, ai na çoi me gjyqin me të gjitha. Ka bërë një institucion. Që ma hape këtë se do të pyes për sportin në ta mbyll. Pra, të maj